Mirëmëngjes këtu së mësy në makinë, sepse tani janë kilometrat e fundit drejt 11 majit edhe nuk kam mundësi për të qëndruar në vend. Dhe nga ana tjetër nuk mundet do të justifikohemi me këtë për të mos qenë së mësy apo jo. Zarfin tani Saed në sy mësy kafen ta bëj çdo mëngjes. Tani çat thot vllai, thot drejtani je i madh. Je i madh me zarfin e nisur. Të falenderoj shumë, nuk do bësh pishman. Edhe përfitoj nga rasti t'ju them të gjithë atyre që kanë akoma zarfin në shtëpi, qoftë në Greqi, qoftë në Itali, qoftë në Gjermani, qoftë në Britani, qoftë në Amerikë, qoftë kudo tjetër, që të mos e mbajnë në shtëpi. Ta nisin sepse në 11 maj kanë mundësinë të jenë pjesë e këtij takimi të madh me historinë tonë evropiane. Dhe dje kur po shkoja për në Fierë, dhe Fierë më qera fjala ishte flak, kryeqyteti socialistëve ishte flak, mora dhe lajmin që grup kapitulli tjetër i negociatave u aprovua për t'u hapur. Pra, kemi hapur 16, hapim dhe 8 të tjerë tani, që bëjnë 24, mbeten dhe 11 për t'u hapur, dhe kam besim dhe shpresoj dhe uroj që me fuqinë e re të 11 majit do të hapim dhe ato 11 të tjera në tryezën e negociatave brenda këtij viti. Kështu që ky do të ishte një rekord evropian, sepse asnjë vend nuk i ka hapur të gjithë kapitujt në një vit, dhe asnjë vend nuk i ka mbyllur negociatat në 3 vjet. Ne kemi nisur vjet, kemi 2027 si afat, edhe fati evropian është në duart tona. Duhet të bëjmë tonën patjetër. Apo jo. Që dritan, rrofsh je i madh. Je shumë i madh. Ora me thot në reka, ja të shi, hyri në reka në lojë. Na u gjede me këtë pasportën europiane, unë e di që bollë kemi ikë nga Shqipëria, tha se po banë për emigrantat që të në Shqipëri o të kundërt, po pasaporta nuk është për të ikë më në reka. Pasaporta është për të ngull këtu në vendin që na ka caktuar Zoti në mes të Europës, Den Babaden, një nga popujt më të vjetër të Europës, jo vetëm me zakon, por edhe me ligj. Jo vetëm me një kartë identiteti që thot në rek për palaj shqiptar në Shqipëri, por me një pasaport që thot në rek për palaj evropian në Europë. Shqipërinë brenda Europës, ama jo evropian në Europë andej, se ti në rek mund të kujtosh se je evropian në Europë, gabimisht, po je i huaj në Europë akoma, për sa kohë nuk kemi atë pasaport. Në kupton, evropian me zakon po, ja themi njëri tjetrit ne, por ja që të tjerët, ata që janë atje, na thonë këta janë të huaj. Në kupton në rek. Arritjet janë bërë, por ama duhet përjashtuar që ignoranca po fuqizohet dhe monetarizohet, ndërkohë që truri ka emigruar. Ne që kemi arritur diçka jashtë, vështirë të kthehemi më shumë ata që nuk gjejnë veten. Marin Shera. Nuk jam i bindur për këtë, Marin. Kjo ha diskutim të madh, e para, e dyta, po të shikosh shqiptarët që janë kthyer, do shikosh që shqiptarët që janë kthyer janë njerëz suksesshëm, që vinë dhe eksperiencën dhe kursimet i mbledhin këtu bashk edhe bëjnë sukses. Natyrisht ka sfera të caktuara të suksesit, ku
mbase është e parësyshme që të kthehesh këtu, sepse nuk e di, një qendër e madhe kërkimesh për, nuk e di, në Francë, në Amerikë, apo një, nuk e di, por ama ka shumë arsye dhe shumë gjëra tjera që vallai del në një llogaria këtu. Ti marrin, më beso. Ore si nuk ke turp, thot, kur thua do jo fus në Europë, po kush të fut ty o ma vri? Është për ta ardhur keq kush vazhdon e beson këtë, thot Erdis Mustafaraj. O Erdis, po mirë mos se ti ke bindjen tënde. Problemi është që kjo nuk është çështje opinioni, më Erdis. Ti po do të luftosh me faktet, po me faktet nuk luftohet, se nuk është puna që po e them unë. Puna është që ajo që them unë gjen mbështetje tek ajo që thon ata në Bashkimin Evropian. Duam të mbyllim negociat, po, deri në 2027. Am kupton. Tani kush të fut ty o marvri është për ta ardhur keq kush vazhdon e beson këtë. Po sigur ti je ti për ta ardhur keq, që jo, nuk është problemi që nuk e beson këtë, se mund të mos ta besosh, se beso dhe kontrollosh kjo punë, por që të vjen keq për ty, për të gjithë të tjerët që e besojnë. Mund të jesh edhe pak qesharak në këtë rast, apo ja. Si ka mundësi që këta komentuesi servila, sa më shumë t'i shkelesh, aq më shumë të duan. Veç me popullin shqiptar ndodh ky fenomen. Valentina Likometi, Valentina, populli shqiptar, ti dhe kushdo tjetër që janë nënvlerëson Manchurinë dhe që i përgojon gjykimin, i merr vetëm të keqen. Se kuptoj pse dalin e presin, veç varfri ju ka dhanë, thot Bosi. Bosi nuk kupton pse dalin njerëzit dhe presin mua. A e mërë Bosi. Po çfarë të kuptosh? Si për shembull ta kuptosh ti pse dalin njerëzit dhe presin mua në Fier, kur ti nuk do të kuptosh që pa ardhur unë bashkë me ne, Partinë Socialiste në qeveri në Fier, është një lumë të Bosi, quhet Gjanica. Lumë që ishte një lumë me dy lë, në kuptimin e vërtet fjalës, që sa binte një shi i lehtë, lumi dilte në përfjer, përmbyste fjerin. Mbledhur plerat, mbledhur mbetjet, mbledhur aty në mes të fjerit, ton një aort e zemrës e bllokuar komplet. Sot është i damari gjelë për fjerit, njerëzit dalin bëjnë shëtitje. Dhe siç u transformuar Gjanica, u transformuar sektorët e Edës në Fier, edhe në Shqipëri ti Bosi ton. Folë se nuk ke për të fituar, vetëm njështra, thot Bianca Kërtusha. Tani, këtë punën kam për të fituar, s'kam për të fituar, e para njërë nuk është çështja a fitoj, as fitoj unë, se kjo nuk është, nuk është fare, po e di ku t'i thonë fare, personale, e kjo nuk është hiç, dhe ku thonë hiç, për karrigën time, se po t'jetë thjesht personale dhe për karrigën time, e po pastaj se nuk po rrimë unë në atë karrige, e po vjen dikush tjetër, nga pikpamja ime personale. Por kjo është çështja për të fituar Shqipëria. Shqipëria fiton vetëm me mua dhe me Partinë Socialiste. Vetëm me mua dhe Partinë Socialiste.
siç e kanë treguar gjithë këto vite, kur kemi të fishuar prodhimin e përgjithshëm të Shqipërisë. Kur kemi të fishuar të ardhurat përfër të Shqipërisë. Kur kemi shliruar shumë energji të Shqipërisë, duke u bërë vendi me taksën zero, i vetmi vend në Europë, në rajon, me taksën zero për biznesin e vogël. Duke bërë rritjen më të madhe të pagave krahasimisht me rajonin. Kemi qenë të fundit fare bishti në rajon për pagat. Sot jemi në vendin e tretë, por kemi rritjen ama më të madhe edhe krahasuar me ata që janë në dy vendet e parë dhe që do t'i arrijmë dhe ata. A më kupton? Bianca. Kemi ndërtuar 53 spitale, Bianca. 53 spitale, për të gjetur spitalin e fundit të ndërtuar, duhet me shku mbrapa andej nga viti 60, vitet 60, fillim vitet 70, Bianca. Kemi ndërtuar 400 qendra shëndetësore, Bianca. 450 shkolla, Bianca. Do më them kaq për moment. Ja dhe Filomena Guraziu, patronazhista lëpirës e pashtyrë kurizore, pjesa më pa dinjitet e shoqënisë Gjohuni Oflini për jetë. Domethënë këta janë pjesa më pa dinjitet e shoqënisë, kurse ti Filomena që je zhytur në kënet, ti je në dinjitet. Nisa, çfarë them unë? Dinjitet në kënet. Me bufin e kënetës. Mirë ma tha, bukur shumë një zonjë. Qa bëhet shu tha? U rritëm tha, ne tha dhe rrisi fëmijët me këshillën që të kujdesin për keqtë. Tani tha, qa janë ta që duan një plak të kujdesen për ta dhe për Shqipërinë. A e kupton? Filomena e janë vetë në gjanë. Qa pune ka bërë Rama, turp, rrugët janë copë. Turp, rrugët janë copë. Rrugët janë copë, po si shpjegohet që Giro d'Italia për shembull e bën nisjen e madhe nga Shqipëria, si shpjegohet, erdhën ata italianët dhe quan një grup për të kontrolluar gjithë gjërat që ju duheshin, se natyrisht dhe rrugët janë kryesorët për ciklizëm apo jo për bicikletën. Si shpjegohet që jo vetëm që nuk i gjetën rrugët cop, dhe kanë 3 etapa për të bërë në Shqipëri, po përkundrazi. Thanë u impresionuam nga infrastruktura në Shqipëri. Donika, si shpjegohet? Por thuaj patronazhista nga Italia me bicikletë. Që do vinë këtu të thyen qafën në rrugët cop. Zoti kryeministër, sa të besueshme janë premtimet kur një pjesë pothuajse se janë bërë fare. Pse duhet të besojmë edhe 4 vite të tjera në një arsye Arben Cana? Premtimet pothuajse janë bërë fare, por cilat premtime ke fjalë më shumë që pothuajse janë bërë fare? Se unë nuk di ndonjë premtim që pothuajse mos e bërë fare, unë personalisht. Unë di që premtimet janë mbajtur plotësisht ose janë mbajtur pjesërisht sepse janë në rrugësi për të mbajtur plotësisht. Unë këtë di. Ti për çfarë premtimi ke fjalën që s'është mbajtur fare? Qatë thumë por se t'ka ikë truni, je për mbeturina se tu do në fush në Europë. S'kemi prit në futin në Europë, po kemi me forcat tona Shqipaj në event për vete se atu të ardika më duket Mario Genovese. Mario Genovese. Mario. E para punës jenë shumë respekt për të gjithë shqiptarët, përfshirë dhe ty, që kanë hyrë në Europë kur thua ti me forcat e tyre dhe
nëse e ke marrë edhe pasaportin italiane, atëherë ti realisht je integruar në Europë. Por ka e gjë, Mario, tjetër me pasaportin italiane, tjetër me pasaportin europiane të Shqipërisë apo jo. Sepse ti u detyrove dhe ti si shumë të tjerë detyruat që të shkojnë në drejtim, ndërkohë që fëmijëve tanë ne do t'u japim pasaportën europiane të Shqipërisë, ato që i bën që të qëndrojnë kudo pa pas nevojë të marrin një pasaportë huaj, përveç në rasti kur duan të bëhen ministra e deputet në vendet e tjera. Dhe sa për hikjen e trunit, mua nuk besoj se më ka ikë truni. Nuk e besoj, unë personalisht, por besoj që gjithsesi kjo mund të verifikohet lehtësisht, duke parë nëse Shqipëria sot është ajo që ishte ti për shembull Mario në Itali, kur thua jam shqiptar, njësoj është sot me ç'a ishte përpara se të vija unë këtu, apo është pak ndryshe, apo është shumë ndryshe. Ç'a thuhet për Shqipërinë në Itali sot, ç'a thuhet për shqiptarët në Itali sot, Mario? Si flitet sot? Po t'jap një ndryshim të thjeshtë, ndërkohë që pasaporta është e pazëvendësueshme. Ju duhet të tërve dhe mbi të gjitha ju duhet atyre që nuk e kanë akoma, siç nuk e kanë një pjesë konsiderueshme dhe shqiptarë italianë. As pasaportë italiane. Atyre që nuk e kanë akoma pasaportë italiane, greke, etj. Ju duhet urgjent kjo shqiptarë. Do të flas për gjë praktike. Do fitojmë dot apo jo, thot Anes. Anes, nuk është pyetja a do fitojmë. Pyetja është sa do fitojmë. Se a do fitojmë, kjo nuk është pyetje. Përgjigja është nuk ka diskutim që do fitojmë. Ajo që është pyetja është sa do fitojmë. Çfarë fuqie do të na jap një mëtej? Çfarë fuqie do të na jap populli shqiptar? Çfarë fuqie do të kemi ne në përfaqësimin e Shqipërisë në të rrjetet e negociatave? Do të jemi thjesht një qeveri me një përfaqësim që buron nga aritmetika, apo do të jemi një përfaqësi me një mbështetje popullore më të madhe se sa kjo që kemi sot? Prandaj, nëse ne fitojmë aq sa kemi sot, ose më pak se që kemi sot, pra 71, 72, 73, 74, ne faktikisht kemi fituar zgjedhjet, por nuk kemi marrë një fuqi më të madhe. Thjesht kemi fuqinë që kemi. Çdo gjë mbi këtë është fuqi e shtuar e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Sepse ne jemi duke kërkuar mbështetje për Shqipërinë me të jetë në BE. Këtë e dinë dhe ata. Dhe ata po na ndjekin, ata po ju ndjekin, ata po e shohin gjithë procesin për të kuptuar sa kjo Shqipëria 2030 në BE ka mbështetjen e popullit. Dhe a është thjesht një shumicë e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste, apo është një shumicë më e madhe shqiptarësh? Kjo është pyetja që ne do fitojmë. Kjo nuk diskutohet. Kush do të fitojë? Gëneta, Bufi do fitoj. Një politikan i lashtë si gjetje arkeologjike që vjen vërdall për teatrin e Butrindit, sigur gjallë, i pashpres, i dëshpëruar, që rri dhe nuk shkon në shtëpi për hallin e tij. Ai do fitoj, si do fitoj. Për në shë, pse pasaporta europiane do të vi pikërisht nga PS, eri petali, nuk vjen nga PS, vjen nga fuqia përfaqësuese e Shqipërisë,
vjen nga fuqia qeverisë e Shqipërisë, vjen nga fuqia transformuese e Shqipërisë. Dhe kjo fuqi është vetëm Partia Socialiste. Shko largohu nga kryeministra se nuk e për këtë punë Artur Peraj. Artur, bujrum, ja të shprehen, ja sheshi, ja Mejdani, ja dhe Muço, Kapital. Bujrum. Unë mendoj që kjo nuk është koha për mua të largohem, kjo është koha për ne së bashku të bashkohemi edhe të japim fuqi të re Shqipërisë. Ti mendon ndryshe, është e drejta jote, dhe nëse ata që mendojnë si ti janë më shumë se ata që mendojnë si unë, kollaj fare, i bie që për pak ditë ti shpëton nga unë. Por duhet ajo vota ta thotë këtë, jo ti. Pushteti nuk është i përjetshëm, 12 vjet më shumë se mjaft. Shqipëria nuk është e juaja, në asnjë mënyrë Shqipëria nuk është e imja, Shqipëria është e jona. Dhe përsa i përket janë mjaft as janë mjaft, këtë e vendos populli shqiptar. Dhe nëse dikush të ka thënë që kjo është një anomali, po të drejtoj nga Gjermania, ku 2 kancelarë kanë qëndruar me 4 mandate në periudhën e fundit të historisë Gjermanisë. Angela Merkel, dhe përpara saj ishte për 2 mandate Gerhard Schröder, dhe përpara tij për 4 mandate tjera Helmut Kohl. Nëse nuk të mjafton kjo, po të shojnë Holland. Miku im i ngusht Mark Rutte, 4 mandate në Holland. Po pos të mjaftoj dhe kjo, mund të ngjis lart ndaj nga Suedia, ku kanë qëndruar dhe për shumë më tepër, por nuk duhet të trëm pastaj. Okej? Kështu që kjo nuk është çështje sa do ti e sa dua unë, kjo është çështje sa do populli. Okej? Ju përshëndes të gjithëve, ju falenderoj shumë, shpresoj që të keni një ditë shumë të mirë, edhe sot unë kam një ditë të jashtëzakonshme, sepse sot është Vlora, dhe pastaj është dhe Durrësi. Dhe ajo që është ndezur ditë pas dite në këto ditë drejt finishit, do të shfaqet fuqishëm flaka e pasionit për Shqipërinë 2030 MBE, dhe zjarri socialist, progresist, qytetar që ndriçon në këto ditë, ndërkohë që Këneta rrudhet e rrudhet. Më quan dje, Çojniko dje, i pamjet Kënetës në Korç, edhe jam binjos më qarve për Korçën, që ishin braktisur Kënetën. Dhe Korçarët duhet të harrojnë atë që u bëri Këneta në Ballë Sportit. Dhe nuk kam për të harruar. Është Kënetën të Durrës. Është e vetmi Kënetë që ka mbetur në Durrës, se ajo Këneta tjetër që na e trashëguan, që quhet Durrësi i ri, dhe po transformohet ditë për ditë. Kështu që sot në Vlorë dhe pastaj në Durrës, ndërkohë që së shpejti në Kuç, në Kuçin e historisë dhe në Kuçin ku është tryeza më kompetente e debatit politik dhe ku janë analistët më të mëdhenj, së bashku me ata të Tibrës, e pastaj në qytetet tjera. Analistët nuk janë në Tiranë. Analistët e Tiranës janë, sa themi atë fjalën që kanë krijuar me shumë politika, janë përshëndetshëm.